por me ardhin e Trump, një pjesë e tyre kanë ikur dhe normalisht Erion Veliaj, duke ditur situatën, i ka thënë gruas së tij, mos shko se po të hoqën vizën, normalisht do më bëhet gropa mua. Prandaj thuaj një moment tjetër se do vi Aleksi. Tani, Aleksi, çfarë do rregullonte? Dhe si do rregullonte, kjo është çështje e brendshme tyre. Por ama të vi Aleksi dhe të heq ose të ndihmoj Erion Velin të dalin nga burgu, atëre Plepa 2 nuk është se thjesht janë një opinion që unë kam thënë. E janë realitetës së vërtetës që Partia Socialiste komandon drejtësinë e ndihmuar nga Amerikanë, nga njerëz të tjerë dhe prandaj kemi një reformë në drejtësi mix, edhe kombëtare, edhe ndërkombëtare, që do të thotë vetë brenda vetes ai ka qenë kaq shumë, ose më mirë, besonte kaq shumë veten e tij, që do vi Aleksi dhe do jetë shpëtimtari. Unë, përveç Zotit, nuk kam shpëtim tjetër. Pra ai thoshte, si për Zotit është Aleksi. Atëherë do të thotë edhe Zoti nuk mund ta ndihmoj dot. Prandaj, kështu ndodh me këta. Mendojnë se është një metabel amerikane ose kanadeze australiane çfarë janë këto gjëra dhe mendon se do ka shpëtim. Prandaj, shpëtimi nga Aleksi nuk erdhi, se në rast se do të vinte shpëtimi nga Aleksi, Velien do ta kishe jashtë burgut. Jashtë burgut do ta kishe. Dhe kur do ta kishe sot të lirë. Nisur nga përgjimet që kanë dalë në media, rezulton gjithashtu një deklaratë e Veliajt i cili thotë se për kokën e tij janë vendosur 2 milion euro dhe kërkon që për të informohet edhe kryeministri Edi Rama. Ju si avokat, si e lexoni një deklaratë të tillë? Kemi të bëjmë me një inskenim këtu në këtë rast apo vërtet mund të jenë kërkuar 2 milion euro për kokën e Erion Veliajt? Mos ta harxojmë kohë, sepse koha është flori dhe normalisht sajesat dhe skenarit janë të tmerrshme. Edhe një herë, Erion Veliaj ka ikur nga Partia Socialiste me 28 korrik 2024, unë këtë di. Tani, çfarë thot Erion Veliaj nga brenda dhe se si ai e citon për të marrë vëmendjen e kryeministrit, të cilën e ka humbur me kohë, nuk kam çfarë të komentoj. Këto janë pralla. Po ashtu në një rast ai thot se përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë kanë shkuar në burg dhe kanë kthyer për mbys qelin. Në këtë rast, çfarë ka dashur të arrijë Ulsi Maja përmes këtij aksioni në burg, për t'i vendosur përgjues, për ta mbajtur në kontroll Erion Veliajn, apo fshihet diçka tjetër? Kë fundit fshihet diçka tjetër. E di çfarë fshihet? Fshihet diçka që këta zyrtarët e lartë që mbajnë edhe karrikin, kanë edhe ankthin me vete, se i mbaj paralelisht këto, janë dy sende, mund t'i quash, po janë dy budalliqe, të cilat i mbajnë dhe në fund fare përfundojnë burgaxhin. Të jemi realist edhe tek opinioni publik, por edhe ata se ka dhe zyrtarë që shikojnë edhe ndjekin, unë thjesht po i them diçka. Në rast se do karriken, zbato ligjin. Në rast se bashkë me karriken kërkon edhe ankthin dhe stresin, thjesht për të dukur i mirë të këtë tjerët, shiko Erion Velin si përfundoi në burg. Pra, në rast se ke shkelur ligjin, do të bëjnë të njëjtën gjë si Erion Velis. Edhe Ulsi Manja, të njëjtën gjë kam, të njëjtën mesazh është edhe për Ulsi Manjën. Sot je ti ministër, nesër të vjen një ministër tjetër i ri, dhe normalisht të fut spakun, të futesh në burg dhe nuk kontrollon vetëm ty, merr kontrollon edhe qimet e flokut. Që do të thotë, ky është një mesazh i qartë për grupin e tyre, brenda vetes. Është një mesazh shumë i qartë, nuk e po e kuptojnë. Po do jetë, e di kur do ta kuptojnë, kur të vi momenti, do e kuptojnë që shiko si ja kemi fut vetes edhe se kemi kuptuar në momentin e duhur.
Se këtë që po i bën Erion Velis, nesër do vi radha ta bëj dikush tjetër, tek prapë të njeriu i vet. Por në një moment kur do të ketë ndryshuar qeveria dhe nuk do të jetë më Partia Socialiste, do vi një ministër tjetër dhe do t'ja bëj te socialistët, do t'ja bëj të gjithë bashkë pastaj. Por ky është dëm i madh për njerëzit të cilët janë në Partinë Socialiste, sepse do digjet edhe njëmi dhe i thati bashkë, që s'duhet bëhet kjo gjë. Po këto po e bën praktik, që nesër kush të vi i ri, thot qa, ky i vjetër ka qenë kështu, po marrim këtë ta çojmë model. Edhe rasti Ahmetaj që nuk po e përsërisim, Ahmetaj çfarë i tha? Erioni tha, kujdes të vjen radha. Çfarë i tha Belës? Bela, po të vjen radha. Ato akoma, jo s'vjen mua se unë jam i fuqishëm. Orë ti po të thot ai në azil dhe e din që po të vjen radha. Se e ka studiuar terrenin, e din shumë qartë se si punohet. Kështu ndodh edhe për pushtetin ekonomik. Orë mos merr leje ndërtimi, more. Orë se do të vi radha, po se kupton. Pse se kupton? Sepse ai akoma ose ajo, janë në botën e tyre, janë akoma duke fluturuar me avion. Dhe nuk e mendojnë se kur avioni të ulet, nuk do ulet në mënyrë ashtu si themi prit kilometri kaq ulet kaq kom poshtë kështu me radhë, nuk do të bëhet kështu. Avioni do zbres në mënyrë urgjente me njëherë, ashtu se zbriti Erion Veliaj. Kush ishte ai që thoshte që Erion Veliaj do arrestohet? Asnjëri s'thoshte nga këta. Edhe Ulsiu, se besonte. Edhe Bela, se beson për vete. Edhe Ballu, edhe Ballu, nuk e beson për vete. Derisa t'i vinë derë. Edhe Xhafaj, nuk e beson për vete. Kur t'i vinë derë, marrin rezervë fikse në telefon. Po kaloj, flaka kaluar. Ata se kanë kuptuar se koha që po të kalojnë tani në këto momente që jemi, është flaka e tyre, po nuk po e kuptojnë. E di pse nuk e kuptojnë, sepse mendojnë sepse do ta çojmë partinë përpara, këtë është parti që nga politikan të përfundon në burgaxhi, pse është vlerë nga politikan shkosh në burg. Është antivlera burgu. Pse është antivlera burgu? Sepse nuk po shkon për një aksident. Po shkon në burg për shkak se akuzohesh për vjedhje zotëri, jo për aksident, që është ka bërë nga pakujdesia. Pra çfarë kemi bërë si shoqëri? Kemi vendosur burgun si dekorat. Është e tmerrshme vetëm duke e menduar. Po dekorat burgu është kur ke bërë një gabim penal, që është në kuptimin e pamundësish, pra pamundësia në kuptimin për të vjedhur për të pasuruar, nuk them në këtë kuptim. Pamundësia e cila nuk të bërë që ti si individ të kishe mundësinë që të bëj një veprim dhe ke bërë veprën penale në pakujdesi ose jo me dashje direkt, po indirekte. Po jo ti duke bërë veprën penale me dashje direkte dhe duke marrë përfitimet e saj, edhe duke quar veten nga politikanët që është burgaxhi. Ky është problemi i madh që këta na e sjellin si një parim, si një vlerë, si një meritokraci. Ky është problemi më i madh që kemi.